ju që nuk protestojnë, kam vetëm një fjalë për ju. Fjala është turp. Se dje i pash fëmijët në rrugë, i pash të moshuarit, rreth moshës nuk e di 80 plus, edhe i pash 2 njerëz në karrocë, do më thënë kishin këmbë që nuk funksionon, protestojnë me ne. Kurse te kafja, njerëz thjesht duke ulur, bën muhabet kot, është një kafe, të pish një kafe tani në momentin e duhur ta ndryshojmë sistemin. Kafja është gjëja më të jo rëndësishme që ekziston. E nuk ju kuptoj. Se e ke parasysh që tani shtëpia është një zjarr. Të lutem, shkoni në protestë sot edhe nesër.